Monikorik 2025, Vojsava Zenela i shleu taksa që i kishte lënë 2 vjet pa paguar. 2 javë më pas u fut në një tender me vlerë 1.6 miliard lekë dhe fitoi. Ajo u qep kostume dhe uniforma policëve bashkiak dhe punojtësve të ujësjellësit të Tiranës, kështu që nuk ka kohë të paguajë detyrimet. Së fundmi po merret me kostumet e Florence Paus, që është bërë drejtori i Ilirian Gard. Nuk dihet nëse Vojsava i linte taksat pa paguar për neglizhencë apo dikush tjetër që siguron porositë e pushtetit ja menaxhon fitimet. Kërkesa për heqje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve lironte nga bara siguruese mbi titujt e pronësisë tatim paguesen Vojsava Zenela, person fizik. Kjo mas ishte vendosur më 9 qershor 2023. Gjatë kësaj kohe në shkelje të ligjit Erion Velia i jepte kontratat e veshjeve të Bashkisë Tiranë. Sqarojmë se nuk mund të marrësh pjesë në tendera nëse nuk e shlyer taksat. Mbetet mister lidhja e saj e biznesit me kryebashkiakun Velia, i cili i ka dhënë 12 kontrata duke e favorizuar në tendera, ndërkohë që Velia i hyri në burg për korrupsion. Vojsava Zenela i ka hedhur syt nga Ministria e Brendshme. Kështu verën e kaluar Zenela i ka marrë pjesë në tenderin e uniformave të Ilirian Gard, një shoqëri që varet nga Ministria e Brendshme, që drejtohet nga njerëz të besuar të kryeministrit. Edhe vetë Rama e ka quajtur këtë repart si jetimore qokash. Më 4 shkurt 2026 në krye të Ilirian Gard do të vinte ish deputeti i Partisë Socialiste Florence Pau, pasi kishte bërë 2 muaj praktik si drejtori i QSU-s, e sollën tek reparti i policisë që ruan VIP-at. Puna e parë që bëri Pau sapo ul në zyrën e drejtuesit të Ilirian Gard ishte tenderi i veshjeve. Tenderi ishte mbajtur më 15 korrik 2025 nga paraardhësi i tij Enrik Banushi, por ishte pezulluar nga KPP për paregullsitë e konstatuara. Për Pau do ta zhbllokonte shumë shpejt situatën. Bëhet fjalë për tenderin me objekt uniforma për nevojat e shoqërisë Ilirian Gard, që fond limit i caktuar për këtë qëllim është afro 158.3 milion lekë të reja. Open Data Albania ka konstatuar menjëherë risk korrupsion në këtë procedurë dhe ka vendosur një flamur të kuq, por ç'ndodhi në zyrat e Ilirian Gard. Datën 16 shtator 2025, komisioni ka njoftuar operatorët ekonomik pjesëmarrës mbi rezultatet e vlerësimit të ofertave ekonomike. Më konkretisht, Arista Confection SHPK me ofertë 132.3 milion lekë të reja është skualifikuar. Bashkimi i operatorëve Univers Promotion SHPK dhe Malbertex SHPK propozonte të siguronte uniformat me 98.4 milion lekë të reja, por është skualifikuar. E vetmja që është skualifikuar është Vojsava Zenela, ai person fizik që ka bërë ofertën më të lartë 138.7 milion lekë të reja pa TVSH. Datë 23 shtator 2025, Ilirian Gard ka publikuar formularin e njoftimit të fituesit paraprak. Ka fituar dhe ka rezultuar operator ekonomik Vojsava Zenela IPF. Të befasuar nga vendimi i kompanitë pjesëmarrëse e kanë denoncuar padrejtisht në KPP. Në datë 18 nëntor 2025, Komisioni i Prokurorimit Publik ka vendosur të pranojë 2 ankesat dhe ka urdhëruar autoritetin e Ilirian Gard të rivlerësoj ofertat brenda 5 ditëve. Paraardhësi i Paus nuk e ka zbatuar vendimin e KPP-s, duke zvarritur tenderin dhe duke refuzuar të rivlerësoj ofertat e kompanive të skualifikuara. Në 7 janar 2026, KPP, pas disa korrespondencash, ka lejuar të vijonte tenderi me hapat e mëtejshëm. 2 ditë më pas është njoftuar rezultati i rivlerësimit të ofertave, ku sërish janë skualifikuar 2 konkurrentët e Vojsavës. Dhe më 19 janar 2026, Vojsava Zenela i është shpallur sërish fituesja. Tenderi do të ankimojë prap në KPP, sepse nuk ishte zbatuar vendimi më parshëm për rivlerësimin e ofertave. KPP vendosi në favor të kompanive me ofertën më të ulët, por tashmë tenderi ishte marrë në dorë nga një politikan si Pau dhe do të zhbllokohej. Në këtë trysni dhe këmbgulje më 24 mars 2026, vendosi ta lejoj Ilirian Gard të vijojë me tenderin, ndërsa një muaj më pas KPP do të publikonte arsyet e skualifikimit. Një material me argumenta nga stafi Florence Paus, ku tregoi pse refuzoheshin ofertat më të ulta për uniformat. Dhe jo më pak, por plot 400 milion lekë mund të ishin kursyer buxhetit të shtetit. Për Vojsava Zenela i viti i kaluar ka sjell transferta të mëdha nga thesari i shtetit. Përpara se ta arrestojë më janar 2025, Erion Velia porositi tek Ropaqepsja Zenela 650 uniforma për policinë bashkiake, duke harxuar shumë rekord gjatë mandateve të tij prej 520 milion lekësh. Këtu rezulton një manipulim shifrash që të fryej vlera e tenderit. Në shtator 2018, Këshilli i Ministrave ka miratuar strukturën e re për sa i takon numrit të policëve bashkiak për bashkinë Tiranë dhe Durrës. Sipas vendimit, numri maksimal i punojësve të policisë bashkiake për bashkinë Tiranë bëhet 428 veta. Në atë kohë, në 2018, në tenderin që e ka fituar personi fizik Vojsava, janë harxuar nga bashkia 104 milion lekë për uniformat e policisë. Në stilin e zakonshëm, Vojsava është shoqëruar nga një kompani tjetër në tender, e cila ka paraqitur ofertën në 0 lekë. Një vit më vonë, bashkia ka marrë numrin e policëve dhe buxhetin për uniforma. Tenderi me objekt uniforma dhe veshje të tjera speciale për bashkinë
2019 i ka kushtuar Arkës së Bashkisë Tiranë 134 milion lek, pra ti ka marrë sërish Vojsava. I kënaqur me punën e saj, Komisioni Veliajt i ka fshirë të gjitha ofertat dhe e ka shpallur fituesen me flamur të kuq. Nga ana tjetër, Vojsava Zenela i ka të deklaruar vetëm një të punësuar, ndërsa i duhet të bëjë gjithë këto uniforma. Vjedhjen më të hapur nuk ka. Në Ilirian Gard uniformat janë biznesi kryesor i drejtuesve që ndrohen çdo vit. Në 2023 Roberto Lilo ish këshilltari i ministrit Bledi Çuçi, që u caktua drejtor për pak kohë te Ilirian Gard, ka bërë tender për uniforma dhe këpucë. Për 976 veta janë shpenzuar 70 milion lek për këpucë dhe 328 milion lek për uniformën. Tenderin për veshjet dhe në atë kohë ka përfituar nga Vojsava Zenelaj. Edhe ky tender u dha me shkelje dhe u shënua me flamur të kuq. Vjen drejtori i ri, shtohen efektivët uniformat fondet. Për 2 vjet numri të punësuarve në Ilirian Gard është refishuar. Këtë e zbulojmë nga lista e veshjeve që do të furnizojë Vojsava në 2026. Pra në 2023 ishin 976, tani numri të punësuarve është 2550. Ilirian Gard që nga bërë ushtri, pas ka të drejtë kryeministri që ka çuar aty të drejtojë një eksponent si Florence Pao. Para zgjedhjeve duhen punësuar mirave dhe duhen pajisur me uniforma nga Vojsava.